Më shumë se një dekadë më parë, arkëtimi faturave të energjisë elektrike ishte një nga sfidat më të mëdha të sektorit të energjisë. Në disa zona rurale, por edhe në qytete, energjia elektrike shfrytëzohej shpesh pa pagesë ose me matës të dëmtuar, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme për arkën e shtetit. Thënë shkurt, vidhej masivisht. Por jo gjithmonë përgjegjësit e vetëm kanë qenë qytetarët, sepse në disa raste atyre ju është dashur të përballen edhe me absurditetin e mbifaturimit. Dhurat nga kompanitë e sistemit të shpërndarjes. Siç është rasti i Caf Seferajt, 75 vjeçarit nga fshati Melgush, vetëm 11 kilometra nga qyteti i Shkodrës. 95 nga marrë këtë shtëpi. Pra ke 30 vite që jeton në këtë banesë. Në periudhën para 2013, herë kena pagu, herë s'kena pagu dritat. S'na vishin faturat. 2013 keni qeveria tjetër, autorën dhe tanë të ardhën në dritat edhe ardhën mi faturimet. Sepse qeveria Rama sapo erdhi ndërmori një fushat represive ndaj çdo personi që nuk paguante dritat, gjë që fatkeqësisht mori edhe jetë njerëzish. Por në raste që do ju tregojmë jemi përpara një absurdi që edhe pse zgjat prej 14 vitesh ende nuk ka marrë zgjidhje. Në 2011 në u bojkja mi fatërimi. Kur e shohën aty, në vend me bë 200 kW, fatërimin e kanë bë 222.000. Edhe kanë ardhur 30 milion për i muaj. Për cilin muaj bëhet fjalë? Qershori 2011. Cafi është faturuar me plot 30 milion lek për muajin qershor të vitit 2011 dhe këtë gjë e ka mësuar vetëm 2 vite më pas, kur qeveria nisi një aksion kombëtar për mbledhjen e borxheve nga konsumatorët për të kuptuar çmendurinë e kësaj fature që duhet të ishte fshirë menjëherë, pa pasur nevojë të kalonin 14 vite, mjafton të kujtojmë që një biznes fason me 200 punëtor shpenzon mesatarisht 3 deri në 4 milion lek të vjetra energji, ndërkohë që Cafi nga Melgusha e Shkodrës me një shtëpi 100 metër katror ka shpenzuar 10 fishën e kësaj shume. Dhe ta mendosh që ka qenë qershor kur konsumi energjisë në banesa bie. Ata thonin me shku me bë ankesë. E bën ankesën te OSHE në Shkodër. Mas një muajit që na ardhën faturat, kena bë ankesën, jo një po një 10 i kam bë, e jo kam çuar. As i përgjigje. Por mos mendoni se kjo mungesë përgjigjeje ka pasur vetëm efekt burokratik. Ço shkresa si shkresa, sepse për shkak të kësaj marrëzie, atje ndërpritet her pas here furnizimi me energji elektrike. Një formë presioni për të shlyer një detyrim të denjë për librin Guinness. Prej sa ditësh që jeni pa energji elektrike? Tash 3 ditë. Kur kanë filluar për herë të parë që të presin dritat? Ka ja 2-3 vjet. Vishin, ikin, ikpuçin, shkoshoan goshëm, vishin mi lidhshin. A është shpesht kjo që të shkusin dritat? Ky 6 muaj si të takojnë. Gjithmonë arsyeja është vetëm kjo pagesa e qershorit dhe bija që ti nuk e ke të paguar. Pa, vetëm debija. Ku i ke drejtuar ankesat pasi ti pristin dritat? Ku ke shkuar që janë kuar? Ito, komun, te OSHE Boshat. Ti ke vërë ankesa me shkrim apo ke takuar dikë atje dhe ke thotur? Takoshëm atë. Kë ke takuar? Një të drejtora që ishin. Çfarë të thoshin drejtorat? Hajde shko thasë të pa rregullim thënë. Ne mos komunikoshëm më gjatë, sa son stiqmë, i thoshin të elektricistëve shko lidhju. E mi ishin lidhur. Dakor, drejtorat dhe elektricistët vepronin sa herë këtij zotërie i shkëputej energjia elektrike. Po pse duhet ta kërkonte si nder diçka që i takon me ligj? Dhe për më tepër kur gjithë ky lëmsh ishte vepër e faturuesve të tyre? Për herë të fundit kur ke qenë tek OSHE në Bushat? Te OSHE ka një muaj e gjysmë. Atëherë për çfarë shkove? Ti pren sërish dritat apo? Por interesuar se të shemë për dritat. Më çulën fjalë ta më thonë, shko të drejtohesh dhe të prej dritat. E shkova i çovejta, aktivisi ishte i ishte po, leva. E usha, i pa, shko tha se sa ti mund ta stikpushi dritat të breket se nuk kanë të marrë aty. Mirë, po ky premtim i drejtorit nuk zgjati dhe aq, sepse shumë shpejt vendin e tij e zuri një tjetër, i cili menjëherë vendosi të shkëpuste energjinë elektrike. E po fundja kishte të drejtë, nuk i falen kujt 30 milion lek. Megjithatë, duke qenë se ne i besojmë gjithmonë letrave dhe institucioneve, kemi të drejtë të dyshojmë. Mos ndoshta para ti ke pasur këtu në një lokal kështu dasmash. Të thoshin, a ke ato uzinë bakrit. Sa atë po është mundi nuk e ha gjat. 220.000 kW vetëm te unë var. Pavarësisht këtyre sqarimeve me moto staliniane, beso dhe kontrollo, vendosëm të hymë brenda banesës së 75 vjeçarit. Lavatriçe, frigoriferi. Lavatriçe, frigoriferjat. Deri tani. Kam frigorifer e vogël, që si shkrin krejt këtë këmaruec. Janë çelpsu krejt e lektos. Mund të lavidesh për herës pushime që janë prish.
Duke edhe sobë? Jo, është shkutur kjo s'ka, po sa është e prishur. Është e prishur ajo, atë se përdor fare. Jo, përdori këtë për temperaturë, për ujë. Përdorni këtë. Te bëjmë unë kam me gaz. Ke edhe mikrovalën aty, kemi edhe televizorin. Po në 2011 mos ke pasur ndonjë pajisje tjetër që Po, i dash që la boj. Se të na breku, kur apo mos i mi bona. Unë televizorin s'ka vjet që kam marr. Këto fjalë ngjallin trishtim, kur sheh që për shkak të një padrejtësie të institucioneve, dikush duhet të vuajë për nevojat më bazike dhe kur në fund gjen një dorë të zgjatur që nuk është dora e shtetit. Ujin, më ka dhënë kujshia. Ka shtri kabllin, ka mos botin. Me atë tash dytit, s'u më bin çfarë për ditë. Po për të karikuar celularët se ju keni dhe fëmijët jashtë shtetit. Kemi me jetë komshit që të na shërbejnë këto momente të vështira. Kur s'dal të mbështetin komshia, më zgjan ndaj mojnë. Por kjo situatë nuk mund të zgjasë gjithmonë. Prandaj pas kësaj bisede, së bashku me 75 vjeçarin, nisemi për të kërkuar zgjidhje në degën e OSHE-s në Bushat. Më përpara duhet të sqarojmë diçka të rëndësishme që nuk e dim nëse është për të qeshur apo për të qartë. Sepse nuk po shkojmë atje për një shumë prej 30 milionësh, por për dy fishin, plot 60 milion. Kjo fal kamat vonesave. Për sa i përket ndërprerjes së energjisë elektrike, ka ardhur një listë debitorit, e cila vjen e përmuajshme dhe normalisht nisur nga lista debitorit e bëhet ndërprerje. Ju keni fatura janar, shkurt, mars, prill, maj të 2011 po pagu. Këtu situata na ndryshon paksa sepse Cafi nuk na kishte treguar në asnjë moment për muajt të tjerë debije. Sidoqoftë, kjo gënjeshtër e vogël nuk ndikon në mega faturën e qershorit të 2011-s. Madje na ndihmon më shumë teksa shohim diferencat. Do bëhet pagesa këtyre faturave dhe në shkodër të kujdesit ndaj klientit. Do bash ankesën edhe herë për trajtimin e faturës së madhe. Do mbish ankesën me 20 pagesat dhe të bëjmë rilje. Janar 32, 38, 471 muaj, 450. 470. Po, do të ketë pas metin madje, nuk e di se ç'është është puna. Edhe kjo faturë duket tepër e egzageruar për banesën modeste në të cilën ishim. Por sidoqoftë, jemi përpara një sfide të zbresim faturën gjigante me vlerë sa të blesh një dhomë kuzhinë. Unë fola me drejtorin e FSHU-s dhe me vllaj zgjidhje. Bojnë pagesat që janë të muajve që ka met dhe zotnia bojnë ankesën e faturës së mallit. Dhe me që foli zoti Uruçi, preferojmë ta dëgjojmë edhe ne për të kuptuar se si do të duhet të veprojmë. Prandaj u drejtuam në zyrat e furnizuesit të shërbimit universal Shkodër. Ata kilovat janë begi shumë. Normal që janë goxha shumë. Janë 2000 diçka. Tiki pos mods mekanik. Mekaniko maksimumi që mund të shkojnë është në 1 kilovat. Realisht kjo afrosh mund të shkojë. Po problemi se na thjesht na bën vetëm kërkesën. Punojnë se e pranën hapur se është bërë një gabim dhe se është dashur që debija të hiqet prej kohësh. Por se ç'ndodh gjithmonë, burokracirat janë bërë pengesë. Dhe kur flasim për burokracira, e kemi fjalën edhe për këtë përgjigje nga Drejtoria e Përgjithshme e Furnizuesit të Shërbimit Universal, që i kanë bërritur zotërisë në fillim të këtij viti, ku i thuhet se sipas kushteve të përgjithshme të kontratës, ai duhet ta kishte paraqitur ankesën brenda një afati një vjeçar dhe se për këtë arsye nuk mund të trajtohet administrativisht. Që do të thotë shumë aq çmendur do të qëndrojë si borxh për të moshuarin. Një faturat të 2000 muajs i ka këtë përfshime në atë marrëveshje, që aktualisht është e anulluar. Ti keni këtu një marrëveshje e ke pranuar deri të fund borxhin. Në cilën e ke vënë 25.000 lekë. Marrëveshje. 25.000 lekë një ke paguar. 28 muaj. Po. Më thënë ka paguar 1.450.000. Me 20 ke paguar 18 muaj. Se automatikisht nga 25 u bë me 20 që u bë folja për gjithë kamat vonesave. E 360 ka qenë kjo. Totali bie ka paguar 1.810.000. Pavarësisht këtyre sqarimeve, ende kemi disa dilema. Prandaj i kërkuan punojësit të OSHE-s të na sqaronte më mirë. Pjesa e marrëveshjes është i këtij, është e fora që është po me dot 31 mars 2015. 25.000 lekë. Ose ne mos 3 muajve doli vendimi i qeverisë që do folen kamatat me 80%. Dhe ko riciklu njëjtën marrëveshjen me zbritje kamat 80%. Mos ne me 20.000 lekë është do të tramadikohet 2020 prapë me vendim qeverie nga 25 do kaloshin 20 automatikisht. Edhe ju falte kamat. Atë marrëveshje më kanë bërë për lidhje, më dhe më kërku për lidhje për gjonet. Po tash ti ke Tash nuk e di çfarë ke bëti më së snafu. Nëse po ua shpjegojmë ne me pak fjalë.
Caf Seferaj pa qenë djeni të plot se çfarë po nënshkruante, në vitin 2015 ka firmosur një marrëveshje për shlyerjen e debisë së tij me koste. Marrëveshja e parë është firmosur më 31 mars 2015, ndërsa e dyta vetëm 3 muaj më mbrapa. Marrëveshja e fundit është nënshkruar më 13 prill të 2020-s dhe një vit më pas është anuluar. Por përtej faktit se të moshuarit nuk i është bërë ditur se çfarë kanë qenë këto marrëveshje, kryevepra vjen tani. Duke u bazuar në marrëveshjen e fundit, asaj të 13 prillit 2020, 75 vjeçari nga Melgushi do e përfundonte shlyerjen e debisë në 13 shkurt të vitit 2144. Është pak, por e sigurt se deri atëherë as ne as Cafi nuk do jemi më në këtë jetë, ama debia do trashëgohet brez pas brezi. Në këtë situatë, me thënë gjitha këto gjëra që kanë ndodhur, çfarë do të bëj? Sofi, për të FSHU-ja nuk ka me përgjigje zyrtore që nuk ke drejt ankimi një viti. Ky duhet i drejtohet erës. Si e bone, se bone ky ankesën e bën për veli, apo të se kjo është dakord me përgjigje që i ka marrë FSHU-ja, i drejtohet erës, në të kundërt më ne on gjykatës. Me pak fjalë, Cafi duhet të presërish për një tjetër përgjigje nga një instancë më e lartë, siç është enti rregullator i energjisë. Po të paktën aty kthejmë energjinë përkohësisht. Edhe këtu hasemi me pengesa. Aktualisht është në këtë situatë që është pa drita në shtëpi, si bëhet për të rikthyer energji elektrike? Për të rikthyer energjia na s'kena lidhje fare me pjesë. Kush duhet ta bëj? Pjesa e teknikës atje te zona ku po kanë mbushat. Po se bushati na tha duhet ta zgjidhi Shkodra. Po zgjidhen për pjesën e energjisë, merrem me lidhje me energjinë. Po flasim bashkë me drejtorin e bushatit sepse thash, ai na tha shkoni në Shkodër, drejt. Alo. Jemi në Shkodër dhe na thënë që vetmja zgjidhje është të bëhet një ankesë tek erë dhe të pritet përgjigja. Është ideja që ne po kërkojmë këtu në Shkodër se çfarë zgjidhje mund të jepet për momentin derisa të vijë përgjigja nga erë, duke qenë se zotëria është pa drita. Flitet me drejtorin me Elsametin. Folet me Odin, Odin se të flasin me Elsametin. Po me gjithë ja shpjegozës lidhen me drita. Po ai thotë se na, jetë kjo si e thash, s'kena për lidhje me dritat. E ko zona. Ka ardhur njëherë pra drejtori. Alo. Shkodra thotë që e ka vetëm zona në dorë për t'i dhënë zgjidhje. Zona nuk ka me zonë zgjidhje fare, thonë se e keni përjosur. Unë vetëm shpatoj. E kuptoni se çfarë po ndodh? Ky pra është ping-pongu që luan me durimin e qytetarëve. Ta kështu ju thoni kështu. Qofse doni ta lini pa drita se do të merrni debi, ok, është çështje tjetër kjo. Unë kam marrë një listë dhe kam zbatuar se s'ka listat. Unë nisa prej ku ka burimi. Burimi në ka zona në dorë. Tani ka krahasimin këtë mirë, besoj. Tani janë lojra fjalësh këto se s'po kuptoj. Nuk punë lojë francë, unë po ardhi listë. E kam zbatuar listën. Nëse më thotë se një këtë abonent të shkojnë filan vend, do t'i bëj servicion, do bëj vjetën e sistemit. Gjellë me drejtorin të lutem shumë. Edhe mos doni ka zonë ndorë vëlla, por vjen për zbatim për ju shpjetë na. Më keni pru ju si FSHU për mirë putë ka putë. Lutem shumë lidhë me Elsametin, lidhë me këtë dush në plisi dhe situatës. Drejtori OSHE-s Bushat tregohet i qartë dhe i prerë. Përgjegjësia është tek FSHU-ja në Shkodër. U deshën kaq shumë biseda dhe këmbgulje nga ana jon, që më në fund Cafi të ketë një zgjidhje Momentale. Gjeni do Se zonë nisam. E kam cilësu me një moment të dytë, deshit more një përgjigje për jefis. Alo. Atëherë më marrë dhe e-maili dhe po nisi grupin për të parë për lidhje dhe nërësës. Caf, do shikojmë na kanë ardhur dritat apo jo? Po shohim mirë tash. Ose ja fiqërete që nga i qeshur. Jo, po nomin e jetënë, si me dhe pleqë që tash me në lonë tërë. A na kanë ardhur dritat apo jo? Erdhën? Pa. Nëzi. Pa, no. Aha, tjetën. Nëzi drejtën. Shumë. Se ja fiqërete besoj se je më e lecuara në këtë mes se do i bësh punët rehata. Shime i kam platesha vindorë, e më kanë kohë kreqtë. Por kjo ishte vetëm një fitore e vogël për Cafin dhe bashkëshorten e tij. Ndaj ne ju drejtuam edhe drejtorisë së përgjithshme të OSHE-s për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare kësaj situate. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike shprehet se bazuar mbi të dhënat historike disa vjeçare, rezulton se matësi i familjes Seferaj është lexuar me 6 shifra, kur nga akt konstatimi rezulton 5 shifra në matës. Ndaj tashmë do të gjenerohet një faturë sistemuese bazuar në konsumin real të regjistruar nga matësi, i cili është hequr në mars të 2020-s. Sipas OSHE-s, kjo faturë e re do të reflektojë konsumin e periudhës qershor 2011-mars 2020, i cili ka mbetur i pafaturuar si rezultat i mbifaturimit të mëparshëm. Për t'i rënë shkurt, fatura absurde prej 30 milion lekësh nga sot nuk është më problemi i Cafit dhe i gruas së tij, por i OSHE-s, që do të thotë se këta dy të moshuar nuk do të zgjohen më me frikën se dikush ka ardhur t'ju heqë dritat.